martoj, të martohen për ty, kjo është shqetësuese. Për arsye se ne kemi diskutuar disa herë në këtë tryezë Bujar me ty edhe me shikuesit tanë të respektuar. Unë konsideroj është një qasje shumë e gabuar, rrënjësisht e gabuar, kur diskutohet për shembull, a e kam bargjë me i këshyr prindrit e burrit, a e kam bargjë me u kujdes për ta. Jo kom pa për të madhe kolegëve të mi, disa kolegëve të mi që kanë trajtu këtë temë në një kuptim puro juridik. E ke ose se ke barqë, edhe ty të kujtohet, unë e kom thonë një gja, ju kujtohet sigurisht edhe atyre që na kanë përcjell, nëse burri i ka 10 gota në shtëpi, ti e ke për obligim me i rujt ato 10 gota, jo me i çu poshtë. Po nëse në borën e ti ka disa pula, ti e ke obligim me u kujdes për ato pula. Nëse ka bagti, e ke obligim me u kujdes për bagtin e ti. E nëse për gjitha këto do të me u kujdes, e për nanën e babën e ti, s'po dashka me u kujdes, nuk e di ku është logjika e kësaj. Pastaj pse ky hezitim kur na e dim, po thonë tavolinën e negociatave të martesës është prindrit, po ose jo, me neve ose pa neve. Për çka po martohesh ti? Për me u bë prind. Ku kanë me marrë motivin ata fëmijët tu, me u kujdes për ty, në të gjithë po shkojmë ka pleçnia, kush ka ymër, ku kanë me gjetë motivin me u kujdes për ty nëse ty s'të kanë pa të i këshyr prindrit e burrit. Ose baba prindrit e vet, ose nana prindrit e burrit, edhe prindrit e vet njëkohësisht. Për arsye se s'po flasim këtu vetëm për njëra palë prindra. Po janë edhe prindrit e nusës që realisht do të me pas mëshirë edhe kujdes për ta, edhe bamirësi për ta. Kështu që një mënyrë e këtillë e të mendumit është gabim, aty në mundet më ju duk se në situatën aktuale është një lloj komoditeti, mirë po ky është axhamillëk, për arsye se po e përjashton të ardhmen, e cila mundet shumë shpejt me ardhë. Do të thonë 25 vjeçari për 25 vjet tjera bëhet 50 vjeçar. I rritën fëmijët, mbasi i martohen edhe me automatizëm nusja e djalit tyne ka me diskutu tash, apo jetojmë me këta pleqa, apo ndahemi. E çysh duket ty, për shembull, e vllai yt, në cilin ke investu edhe e ke rrit me mend dhe e mundu me eduku, për shkak të kushtit të nusës me ta kthy shpina. A duket mirë? Padyshim që jo. E pse po insiston ti tash, vetë shije veten në perspektivë. Shije veten non, shije veten vjeher, shije veten edhe e gjen motivin për me u sjell më njerëzishëm edhe me prindrit e burrit. Pra, e patëm rastin pak më herët e ka këshyr njerëkën e burrit 27 vjet. Realisht një kujdes 27 vjeçar tregon shumë, flet shumë. Edhe ne dim rast